Mithat Frashëri la gjurmë të pashtlyera si politikan, diplomat dhe publicist në disa nga periudhat më kritike për kombin shqiptar. Në kohën kur Shqipëria kërcënohej coptohej nga shtetet ballkanike, Mithati ishte një ndër delegatët që firmosën deklaratën e pavarësisë në Vlorë dhe u zgjodh antar i qeverisë së përkohshme të Vlorës. Gjatë luftës parë botërore ai botoi me 10 trashëgime në gazetat evropiane të kohës për të bërë të njohur Shqipërinë dhe çështjen e saj që rrezikonte të humbiste pavarësinë dhe integritetin territorial në bisedimet për paqe të pas luftës. Në vitet 1919-1920, Mithat Frashëri u emërua antar i delegacionit qeveritar në konferencën e paqes në Paris, por edhe si përfaqësues i zërit të Vatrës në këtë konferencë. Në nëntor 1920, ai u emërua kryetar i delegacionit shqiptar në konferencën e ambasadorëve në Paris, ku qëndroi deri në vitin 1922. Gjatë kësaj kohe ai u dekretua edhe i ngarkuar me punë pranë Republikës Franceze. Në vitet 1923-1926, Mithat Frashëri emërohet ministri i parë fuqiplot shqiptar në Athinë. Gjatë këtij mandati, ai trajtoi me profesionalizëm të spikatur e përkushtim kombëtar problemet e nxehta të marrëdhënieve dypalëshe mes dy shteteve fëmijë. Nga 1926 ai u përkushtua jetës së tij personale si shkrimtar e publicist, duke krijuar një bibliotekë të rrallë për nga pasuria e saj. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aleatëve nga toka jonë detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit.